Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka hapur thirrjet për projekte të kërkimit shkencor në programet kombëtare dhe ndërkombëtare për vitin 2026. Në aktivitetin informues ishte e pranishme edhe Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila theksoi se qëllimi kryesor i këtij takimi është promovimi i thirrjeve të sapo hapura me një fond prej 7 milionë eurosh të destinuara nga buxheti i shtetit për financimin e projekteve shkencore. Maturantët e shkollës së mesme profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër kanë nisur procesin e aplikimit për studimet e larta përmes formularit A1, duke u orientuar drejt degëve që synojnë të ndjekin pas përfundimit të arsimit të mesëm. Në këtë institucion arsimor, këtë vit janë 35 maturant të ndarë në 3 degë, të cilët kanë përfunduar plotësimin e formularit A1. Qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga moti keq me reshje shiu dhe erë të fortë që kanë prekur të gjithë teritorin gjatë natës dhe mëngjesit të sotëm. Sipas strukturave të emergjencës civile, nuk ka patur problematika serioze në infrastrukturën rrugore, por era e fortë ka shkaktuar dëmtime në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në njësinë administrative qendër, bashkia Tepelen, duke ndikuar në furnizimin e banorëve. Shërbimet e policisë së Gjirokastrës dhe Tepelenës kanë nisur kërkimet për Yllidinen, 65 vjeç banues në fshatin Meshgoran, i cili u largua nga shtëpia më 3 shkurt pa lajm për familjarët. Në operacionin që po zhvillohet në ujrat e lumit Vjos, janë angazhuar edhe forcat speciale Renea, polumbarët dhe shërbimi zjarfikës. Ju njohim tani më gjërësisht. Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka hapur thirrjet për projekte të kërkimit shkencor në programet kombëtare dhe ndërkombëtare për vitin 2026. Në aktivitetin informues ishte e pranishme edhe Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila theksoi se qëllimi kryesor i këtij takimi është promovimi i thirrjeve të sapo hapura me një fond prej 7 milionë eurosh të destinuara nga buxheti i shtetit për financimin e projekteve shkencore. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mori pjesë në takimin e shpalljes së 3 thirrjeve për aplikime mbi projektet e kërkimit shkencor, organizimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit me pjesëmarrjen e rektorëve të universiteteve publike dhe private, drejtues të programeve kombëtare, ndërkombëtare e të tjerë. Në fjalën e saj, ministria theksoi se kërkimi shkencor dhe të dhënat që prodhohen prej tij duhet të përkthehen në një realitet të prekshëm dhe të reflektojnë impakt në politikbërje, ekonomi, ndryshime ligjore dhe në aktivitete të tjera të vendit. Ky takim sot është në momentin ose ka le të themi qëllimin kryesor promovimin e thirrjeve të sapo hapura. Janë 7 milionë euro, nuk ishin kaq 7 vite më parë, të destinuara nga buxheti i shtetit për kërkimin shkencor. Ka një ndryshim shumë të madh në 7 vitet e fundit, por 7 vite janë të mjaftueshme në kohë si periudhë për të parë çfarë duhet përmirësojmë dhe se si ne duhet të rishpikim vetveten. Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka shpallur aktualisht 3 thirrje për financim projektesh, thirrjen për infrastrukturën e kërkimit shkencor, thirrjen për teknologjinë dhe inovacionin si dhe thirrjen për infrastrukturën e kërkimit shkencor. Maturantët e shkollës së mesme Thoma Papapano në Gjirokastër kanë nisur procesin e aplikimit për studimet e larta përmes formularit A1, duke u orientuar drejt degëve që synojnë të ndjekin pas përfundimit të arsimit të mesëm. Në këtë institucion arsimor, këtë vit janë 35 maturant të ndarë në 3 degë, të cilët kanë plotësuar formularin A1. Laboratori i shkollës mesme Thoma Papapano ka shërbyer për plotësimin e formularit A1. 35 maturantët e kësaj shkolle tashmë e kanë përfunduar këtë proces dhe janë duke u përgatitur për provimet e maturës shtetërore. Leonel Duri është maturant në shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër. 3 vite më parë ai zgjodhi këtë institucion arsimor me synim për të formuar si inxhinier IT. Sot, si shumë bashkëmoshtarë të tij, Leoneli ka nisur hapat konkret drejt studimeve të larta, duke plotësuar formularin A1. Po, na ndihmuan mësuesit për ta plotësuar formularin A1. Kemi filluar të përgatitemi avash avash, kemi bërë disa modele testesh në vitet e kaluara dhe themi se do t'ja dalim.
Procesi i aplikimit për maturantët e shkollës profesionale Thoma Papapano u zhvillua i shoqëruar me asistencë të vazhdueshme nga stafi pedagogjik dhe drejtuesit e shkollës me qëllim orientimin e saktë të nxënësve drejt degëve universitare që përputhen me formimin e tyre profesional. Koordinatori e karrierës në këtë shkollë, Elvira Lengo, shprehet se maturantët u informuan në kohë për lëndët që duhet të përzgjedhin ku synojnë të vazhdojnë studimet. Për 3 ditë me radhë, neve u morëm me maturantët e shkollës tonë bërë plotësimin e formularit A1 për regjistrimin në maturën shtetërore të vitit 2026. Neve kemi 3 klasa si vjetë në drejtimin shërbime mjetësh transporti, termohidraulik dhe mbështetës të përdoruesve të TIK. Çdo gjë shkoi normalisht, të gjithë nxënësit u regjistruan në portal për të kaluar në provimet e maturës shtetërore. Nuk patëm ndonjë problem, sistemi funksionoi në rregull, çdo gjë në rregull. Cilat kanë qenë degët që kanë zgjedhur më tepër maturantët? Si që thash dhe më përpara, klasat neve kemi të ndara sipas drejtimeve. Një klas ishte në drejtimin mbështetës të përdoruesve të TIK, që janë nxënësit që studiojnë më thjesht për teknologji, informacioni dhe komunikimi, për shërbime mjetësh transporti dhe për termohidraulik. Këto janë 3 drejtimet që neve kishim regjistrimin për maturën shtetërore për vitin si vjet, për vitin 2026. Sa maturant kanë shkolla dhe shkojnë të gjithë për drejtimet që ata janë profilizuar gjatë shkollës së mesme, apo keni patur edhe maturant që kanë studiuar për këto degë, por përsëri kanë zgjedhur profesionet të tjera? Po, për të regjistruar në maturën shtetërore, ata janë detyrimisht do të zgjedhin profilin që ata studiojnë. Neve si vjet kemi rreth 35 maturant në të 3 këto drejtime. Pavarësisht se çfarë do të zgjedhin ata pasi të mbarojnë shkollën, për maturën shtetërore ata do të zgjedhin lëndët që japin me zgjedhje kanë profilin që ata studiojnë në shkollë. Në shkollën e mesme Thoma Papapano janë 35 maturant të ndarë në 3 degë, të cilët kanë plotësuar formularin A1 dhe po përgatiten paralelisht edhe për provimet e maturës shtetërore. Ndërkohë për maturantët e viteve të mëparshme, aplikimi përmes formularit A1Z do të zhvillohet në datat të 10 dhe 11 shkurt. Zyrat arsimore dhe institucionet arsimore do të jenë në dispozicion për të ofruar asistencë gjatë gjithë procesit të aplikimit. Qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga moti i keq me reshje shiu dhe erë të fortë, të cilat kanë prekur të gjithë teritorin gjatë natës dhe mëngjesin e sotëm. Sipas strukturave të emergjencës civile, nuk ka patur problematika serioze në infrastrukturën rrugore, por era e fortë ka shkaktuar dëmtime në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në njësinë administrative qendër në bashkinë Tepelen, duke ndikuar në furnizimin e banorëve me energji elektrike. Zona e Gjirokastrës është përfshirë nga moti i keq me reshje shiu dhe erë të fortë. Gjatë natës, gjithë territori i qarkut është përfshirë nga reshje me intervale deri në intensitet mesatar të shoqëruara me erëra të forta. Moti i keq ka vazhduar edhe mëngjesin e ditës së sotme. Sipas strukturave të emergjencave civile, nuk ka patur problematika në infrastrukturën rrugore, por për shkak të erës së fortë është dëmtuar rrjeti i shpërndarjes me energji elektrike në njësinë administrative qendër Bashkia Tepelen, duke krijuar probleme për furnizimin me energji të banorëve. Për sa i përket furnizimit me ujë të pishëm, vazhdon normalisht dhe pa problematika. Probleme me energjinë elektrike me përjashtim të njësisë administrative qendër në Bashkinë Tepelen, pjesa tjetër e qarkut është furnizuar normalisht. Nuk kemi pas ndërprerje, to të shkaktuara për shkak të erës fortë që friu ditën e djeshme dhe natën. Të gjitha bashkitë janë duke punuar për sistemimin e rrugëve rurale atje ku pati probleme nga rreshjet e muajit janar. Ndërsa nga ana instancave përkatëse po bëhet me dije se po vijon puna në teren për rehabilitimin e problematikave të shkaktuara nga rreshjet intensive gjatë muajit që lan pas. Aktualisht po punohet në njësinë administrative Zagori dhe ka mbetur pa hapur vetëm rruga e fshatit Liar, dhe në rrugën në një rrugë alternative midis fshatrave Labove Madhe dhe Labove Vogël. Po punohet nga Bashkia Gjirokastër, është kërkuar dhe ndihmë nga forcat e armatosura për mbështetje me mjete të rënda, për shkak të volumit të madh punimeve dhe paqëndrueshmërisë dherave. Strukturat e emergjencave civile mbeten në monitorim të vazhdueshëm të situatës, ndërsa sigurojnë se çdo problematikë që mund të shfaqet do të trajtohet në kohë.
Shërbimet e policisë së Gjirokastrës dhe Tepelenës kanë nisur kërkimet për Yllidinen, 65 vjeç banues në Meshgoran, i cili u largua nga shtëpia më 3 shkurt pa lajm për familjarët. Në operacionin që po zhvillohet në ujrat e lumit Vjos, janë angazhuar edhe forcat speciale Renea, polumbarët dhe shërbimi zjarfikës, duke kontrolluar zonat përreth dhe mjediset të tjera të mundshme. Ndërkohë, policia bën apel për çdo informacion që mund të ndikojë në gjetjen e të zhdukurit, ndërsa banorët po ndjekin me shqetësim kërkimet. Pas një ftimi për zhdukjen pa asnjë gjurmë të 65 vjeçarit Yllidinen, banues në fshatin Meshgoran, ka nisur kërkimet nga shërbimet e policisë së drejtorisë vendore Gjirokastër, Komisariati Policisë Tepelen, si dhe forcat speciale Renea, polumbarët dhe shërbimi zjarfikës i Tepelenës. I kam bëllaj të vajtin Yllidinen zë të umber. Pete gati të 20 Kaum. Po? Dhe çfarë? E kërkinës. Për çfarë dyshohet? Për çfarë dyshohet ka rëshqitur tonë. Duke ecur suanës lumi ka rëshqitur në më. Ka kërëllerën lumë, atu disë shenjë ke edhe policia ki pas. Kishte probleme shëndetësore? Kishte probleme, a bëzot e me pire shindare, ka tenin që të fu. Trondeve logarit një rokun e shindare. Momentalisht? I letë më rinde aty. Pesa dele, uso dhe këtu më njësër në bazite më ndekë të cilipsës aty dhe më bazite vide meter. Me konë që shërë bazite, dika për të nëzituar me fjallë, të gjarë shqiti, ka më si që në thonë në kamerës, që pa me dhe vetë dhe një atje se zbjetë. Kishte njeri që mund të kishte parë në ato momente? E kështë parë rusë, një, se i ka majtë polician intervjist gjithëmis, isha ka takbuar, që pa në orë në gjithë, i lidhëm në tu. Ju keni filluar tashmë kërkime që me... Kërkime të në datën 3, ta kenë ora satidaks, 6:30 satidaks. Yllidinen, 65 vjeç, u denuncua i humbur nga familjarët e tij 3 ditë më parë, pasi kishte humbur çdo kontakt me të afërmit. Pas kallëzimit, policia është vënë menjëherë në kërkim. Aktualisht po zhvillohet një aksion kërkim shpëtimi në lumin Vjos, pasi pranë bregut janë gjetur makina dhe veshje të zhdukurit, çka ka ngritur dyshime se ai mund të ketë rënë ose vetëhedhur në ujrat e rrezikshme të Vjosës. Policia e Gjirokastrës ndodhet në vend ngjarje dhe vazhdon kërkimin intensiv të 65 vjeçarit. Rreshjet e rrëmbyeshme të 6 janarit dëmtuan rënd rrugën kryesore që lidh Labovën e madhe me atë të vogël, duke bërë që banorët të ndjekin një rrugë dytësore për të komunikuar me pjesën tjetër të zonës. Ndërkohë, Bashkia e Gjirokastër bën me dije se ka nisur projekti për rehabilitimin e zonës së dëmtuar me qëllim rikthimin e qarkullimit normal dhe lehtësimin e situatës për banorët e kësaj zone. Që prej datës 6 janar në Labovë të Madhe shirat e rrëmbyeshëm kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në rrugën kryesore që lidh fshatin Labovë e Madhe me Labovën e Vogël. Përveç dëmeve në infrastrukturë, janë dëmtuar edhe 3 banesa, si pasojë 10 banor kanë mbetur pas 3. Erdhën nga Tirana e panë në thaneve që s'do futeni brenda, tha. Edhe s'futemi brenda të një sofrojmë i fare. Laqkat brenda janë të tëra. Në lagjen tonë, jetë 3 shtëpia në Mjenberg kështu. Tani të shikojmë, në dorë të Perëndis jemi. Presim për shteten, ma sa kush e di, si u ka dhenë të gjithë shqiptarëve, ma se na japin dhe neve. Të rrezikuar jemi. Ka rëshqitje vëndi. A ideali që ka i kur pare, juve e patë. Për të komunikuar me pjesën tjetër të zonës, banorët janë detyruar të përdorin alternativa të tjera. Të sëmuret njëri, se marim do të me barel këta shpion tuti. Se këtu është vetë moshe tret nga 86 vjeqe lartë. Kanë ardhur 2 herë nga geologjia e Tiranës. To 3 shtëpi që janë resht, i kanë vënë në zonë të kuqe. Po kërkojmë një të futet urgentisht, të futet prioriteti parë janë 2 shtëpit këtu, 3 shtëpi, se edhe kjo ashtu është, 3 familje. Dhe kryesorja është ne s'kemi gjate. S'kemi rruga as me këmbë. Një sëmur, plek jemi, janë 3 plek këtu, një sëmur, një larkë, kjo është një vdekje edhe nga do kalojnë njerëzit. Nuk është për do t'ju se s'blokua rruga. E rendal, bëjnë një gjate atje pa akoma. Ndërkohë Bashkia e Gjirokastër thot se po vlerëson situatën në terren dhe është duke nisur projekt për rehabilitimin e zonës së dëmtuar, si dhe rikthimin e qarkullimit dhe garantimit të sigurisë për banorët. Nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, nga raporti paraprak, aty është vlerësuar për të bërë një studim i plot gjeologo-inxhinierik, pasi
duhet bërë projekti plot dhe studimi plot për të parë nëse ky aks do mbetet, pra do ribëhet apo do shikojmë për një aks të ri. Banorët e dy fshatrave, Labove Madhe dhe Labove Vogël, presin një ndërhyrje emergjente nga instancat përgjegjëse, pasi prej pothuajse një muaj ndodhen në izolim të plot, pa akses në rrugë dhe shërbim bazë. Një aksident rrugor automobilistik ka ndodhur paraditen e sot me në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen në vendin e quajtur mashkullor. Sipas informacioneve, automjeti BMW me drejtues shtetasin KV 67 vjeç, banues në Palokastër, është përplasur me automjetin tip Renault Clio me drejtues shtetasen SS 27 vjeçe, banuese në Berat. Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar 2 drejtuesit e mjeteve dhe 2 pasagerët. Të plagosurit janë transportuar në spitalin rajonal në Gjirokastër, ku po marrin ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vend të ngjarje ndërhyrje dhe shërbimi zjarfikës, i cili ndihmoi në nxjerrjen e njërit prej drejtuesve nga automjeti i dëmtuar. Ndërkohë, grupi hetimor po kryen veprimet e nevojshme për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Plazhet publike të Sarandës janë në fokus të përgatitjeve për sezonin e ri turistik. Pas pastrimit nga prurjet dimërore, këto ditë ka nisur edhe investimi i ri në plazhin Rinia, një nga më të mëdhenj dhe më të frekuentuarit në qytet. Ndërkohë që qytetarët vlerësojnë këtë investim si të nevojshëm për përgatitjen e sezonit veror, ndërsa theksojnë nevojën për më shumë transparencë dhe informim rreth punimeve të zhvilluara. Plazhet publike të Sarandës janë në fokus të përgatitjeve të qytetit për sezonin e ri veror. Kohë më parë u bë pastrimi i sipërfaqes së tyre nga prurjet dimërore si leshterik, trungje e deg pemësh. Ndërsa këto ditë ka nisur një investim i ri në plazhin Rinia. Investimi ka për qëllim zgjerimin e sipërfaqes së këtij plazhi ndër më të mëdhenjt e më të frekuentuarit. Mirë që zgjerohet. Centrali ka nxjerrur vetë një plazh publik. Ona, ja nuk shihet tani në punim. Ai do ta ngjiti atje mirë bën dhe krijon arkun. Edhe të shihet ka ark qyteti. Ka marrë plazh. Centrali s'ka qenë kaj. Ka qenë bërë. Unë kam 2 muaj këtu. Jam rezident nga Ohio. E frekuentoj këtë plazh. Kjo që po shoh të bëhet është e mrekullueshme. Para. Se po tani shumë, plazhor bie më i prapë. Për këtë rrugë, për këtë zgjerim ose investim që bëhet për plazhin e Sarandës, mendimi im, gjithmonë sipas mendimit tim është gjë e bukur sepse ti jesh në Sarandë dhe mos kesh plazh të bësh këtu, të vinë të huajt dhe mos të ketë lezetin të bëj një plazh dhe duhet t'i jepet lezeti i kësaj shëndetore kaq të bukur. Ndërkaq, pandar nga vlerësimi pozitiv, vjen edhe vërejtja që punimet do të duhet të shpjegoheshin me tabelën informuese për çfarë po ndodh, kur ato përfundojnë dhe sa do të kushtojnë. Që të bësh një investim dhe mos të ketë një tabelë treguese që këtu po bëhet punime që ta marrin vesh të tjerët, kjo prap nuk është gjë e mirë. Dhe kështu që për këtë gjë jam kritik për këtë investim që bëhet. I nevojshëm dhe i dobishëm vlerësohet ky investim edhe nga antari i Këshillit Bashkiak Ibrahim Barjami, ndërkohë që ai thotë se nuk është model i mirë ai që kryhet pa marrë asnjë dieni apo informim të këshilltarëve. Është i nevojshëm në një Sarandë e cila nuk e ka infrastrukturën turistike për të përballuar numrin e madh të turistave që Saranda aktualisht ka. Dhe jehonën e madhe që Saranda ka filluar të marrë në përbot. Zgjerimet e plazheve janë të domosdoshme edhe ne jemi mirënjohës për investimet të tilla, por plazhi në fjalë vjen një plazh i paparalajmëruar që ne nuk e dim se çfarë eksaktësisht po investohet aty, si do të bëhet dhe nuk është hera e parë që ne na bëhen investime në Sarandë pa dijen e Këshillit Bashkiak të Sarandës apo pa dijen e qytetarit. Në përfundim të investimit zgjerues të sipërfaqes së plazhit të Centralit ose Rinia, ai bëhet plazhi më i madh publik përpara shëtitores së Sarandës. Tradicionalisht ai është më i frekuentuar nga vendasit dhe të huajt që zgjedhin Sarandën për pushimet e tyre, ndërsa me zgjerimin e fundit pritet që plazhi Rinia të ofrojë cilësi më të mirë dhe kapacitet të shtuar dukshëm.
Bashkia Tepelen do të nisë ndërtimin e një qendre rafting në zonën e Dragotit, një projekt që synon jo vetëm të tërheq vizitor, por edhe të krijojë mundësi punësimi për të rinjtë e zonës. Me këtë investim, atraksionet natyrore të rajonit marrin një rol aktiv në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale. Në zonën e Dragotit, Bashkia Tepelen po planifikon ndërtimin e një qendre rafting, një investim që synon të nxjerrë në pah potencialin turistik të këtij rajoni. Projekti pritet të tërheqë vizitor, të promovojë atraksionet natyrore dhe të krijojë mundësi punësimi për të rinjtë e komunitetit, duke sjellë një frym të re zhvillimi për turizmin lokal. Do të mundsojmë ndërtimin e qendrës së raftingut në zonën e Dragotit, pra kjo me qëllimin që kjo dhe zonat rurale, pra zonat periferike të qytetit të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitete për sa i përket zhvillimit turizmit ose ekoturizmit në qartë, në lidhje me aktivitetet ujore dhe natyrisht dhe me lidhje me parkun kombëtar të Vjosës. Është një projekt i vogël në aspektin po themi financiar, por që mendojmë që do të ketë impakt dhe do të nxjisë të rinj, të cilët do të përfshihen në po themi aktivitete turistike. Qendra e raftingut ka gjithashtu për qëllim të krijojë mundësi punësimi për të rinjtë e zonës, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik lokal. Të angazhojmë të rinjt që të përfshihen në aktivitete që lidhen me turizmin, dhe për këtë po bëjmë dhe një plan veprimi i cila do të përfshijë të rinjt që do të jenë gujdar, pra do të jenë udhërfyes dhe gujdar për sa i përket qytetit dhe zonave tona, të cilat kanë mjaft histori por që deri më tani në fakt kanë qenë të pa ekspozuara. Qëllimi është që t'i angazhojmë, t'i motivojmë dhe të mundësojmë pse jo punësimin e tyre përmes këtyre lëvizjeve dhe grupimeve turistike që e frekuentojnë jugun e Shqipërisë, po natyrisht edhe Tepelenën. Strukturat e bashkisë po punojnë për realizimin e projektit, duke u angazhuar që qendra e raftingut të bëhet një atraksion i sigurt dhe tërheqës që do të fuqizojë turizmin dhe ekonominë lokale në zonën e Dragotit dhe jo vetëm. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.